Tani, unë duhet të bëj një dallim midis studimit historisë edhe nderimit historisë. Ne pa diskutim që kemi detyrën kush si studiues, kush si qytetar, ta studioj historinë. Dhe patjetër të studioj edhe Enver Hoxhën, e gjithkund tjetër në historinë e Shqipërisë, pavarësisht nëse efektet e qeverisjes tyre ose e veprave tyre ka qenë pozitive apo negative. Ne studiojmë edhe Esat Pash Toptanin, studiojmë shumë kënd, nuk mund ta fshim historinë pa pikën e diskutimit. Sepse njerëzit duhet të njohin të vërtetën, duhet ta kuptojnë me sa më shumë pansi të vërtetën historike. Mirë, njohja e historisë edhe me frymë kritike, po edhe duke kuptuar rrethanat e kohës, pa diskutim. Sepse Shqipëria sot nuk është Shqipëria e para 80 viteve, 90 viteve. Me nderimin e figurave të caktuara historike ka një hendek shumë të madh. Dhe nuk mendoj që një popull që respekton veten, që ka aspirata demokratike për respektimin e drejtave të njeriut dhe dinjitetit njerëzor, nuk e kuptoj se si mund të nderoj figurën e një diktatori. Kjo është për mendimin tim është e pakonceptueshme. Dhe mbi të gjitha ta bëj institucioni i Kuvendit të Shqipërisë. Që sigurisht mund të ketë ndoshta i grup simpatizantësh të Enver Hoxhës që në mënyrë private fundja në një shtet pluralist dhe demokratik ku fijtë e lirisë shprehjes janë shumë të gjerë. Mirë, që institucionet publike të thonë që ne duhet nderojmë Enver Hoxhën për 16 tetor, dhe unë e mbaj më 16 tetor se kam qenë të gjitha ata që kanë sigurisht tetor, që kemi saktë. Unë e mbaj më të punë 16 tetor, se kur kam qenë në klasat e para të fillores. Unë kam nisë shkollën mos gabojmë vitin 1988, kështu që ne na mësonin atë që në kopësh na mësonin këngë për Enver Hoxhën, kështu ka qenë i këngë e famshme datë 16 tetor. Po që duket domethënë vërtet e pa vend, vërtet fyese, dhe fyese jo vetëm për ata që kanë vuajtur në atë kohë, me pasojat e diktaturës, në radh parë të Enver Hoxhës, edhe të familjarëve tyre që mbartin edhe sot shenjat e asaj vuajtje, po fyeri edhe për popullin shqiptar në tërësi, sepse unë mendoj që prej kohësh populli shqiptar është i pjekur për demokraci, është i pjekur për parim. Nuk po flasim për figura të para 1000 viteve dhe thua dakord, para 1000 viteve s'kish njeri demokracie, s'mund pretendonim edhe ne që në shekujt e besjetës të kishim figura demokratike. Jo, më duket vërtet shqetësuese edhe çuditshme se nuk e di çfarë duan të arrijnë me këtë gjë, domethënë çfarë nevoje kanë të rehabilitojnë Enver Hoxhën. Mos harrojmë diçka që Partia Socialiste është përpjekur shumë në vitet e para të ekzistencës së saj, në dekadat e para të ekzistencës së saj, të distancohet nga enverizmi, nga aspektet diktatoriale të së shkuarës së vet. Mirë po, çudia është kjo që sa më shumë rrëshqet PS-ja djathtas në politikat e veta ekonomike, në shërbimin ndaj oligarkisë, nuk e di, ndoshta ka nevojë për një lloj kompensimi kështu ideologjik, nostalgjik, pra sa më shumë shërbëtori oligarkëve të jesh, sa më shumë të shërbesh ekstremisht pasurve dhe të varfrosh njerëzit e tjerë, me sa duket kjo parti pas ka nevojë pastaj për një lloj kundërpeshe edhe për të identifikuar me aspektet më të këqija të historisë vetë, se patjetër që ne vetë për shembull nderojmë maksimalisht luftën e partizanëve dhe partizanëve shqiptarë, por këtu po flasim për figurën e një diktatori që ka qeverisur për 4 dekada Shqipërinë. Themeluesi i të majtës moderne në Shqipëri. Sigurisht ka pas edhe përpara Nolit, grupe intelektual, mund t'i gjejmë që tek Mihajl Gramenoj ose më herët, idet, po themi kështu, të smajtës moderne në Shqipëri, po Noli është një figurë qendrore. Edhe për faktin se ka pas edhe një program social-ekonomik, ka udhëhequr një lëvizje revolucionare dhe asaj që dikur quhej revolucioni demokratiko-borgjez, po ka pas një, si thua, një qasje emancipuese përparimtare dhe unë besoj që është, në e pjame historike, është figura qendrore e të majtës shqiptare, edhe intelektualisht, edhe politikisht, pavarësisht se pastaj si politikan kuptimin e menaxhimit pushtetit,
ka pas problemet e veta, sepse edhe ajo lëvizje që kishte goxha potencial në vitin 1924, dështoi shumë shpejt edhe ka përshtyme shumë kollaj, dhe nuk arriti që të si thua ta transformonte ashtu siç duhej Shqipërinë. Gjithmonë historia nuk bëhet me po sikur, po her pas here historianët e shtrojnë pyetjen po sikur. Pra po sikur ky revolucioni demokratik edhe social i Nolit, Avni Rustemi u vra, po kishin bashkë luftar, Hasan Prishtinës, Bajram Currit e këtyre me radhë, Halim Xhelos, të kishte që dilte le themi ta modernizonte Shqipërinë. Unë besoj që shtegu i historisë Shqipërisë kishte për të qenë ndryshe, edhe sistemet e mëvonshme politike nuk do të kishin arsye të ekzistonin. Sepse me aq sa e njohun historinë, edhe diktatura e Enver Hoxhës një farë kuptimi është sa produkti mendësisë i ideologjisë kohës, i modelit stalinist që ata përfaqësuan edhe përqafuan, po ishte njëkohësisht edhe produkti faktit që Shqipëria institucionale të cilës ata i kundërvijeshin kishte probleme të thella të prapambetjes, të anakronizmit, korrupsionit, elementve feudal të jetës ekonomike. Kështu që, si thua, unë besoj që historia jonë kishte për të qenë mjaft më demokratike, në rast se kishim një Fatosnano dhe një Edi Rama pastaj. Tani sigurisht do ndryshonte shumë çka, do e di, do të thotë basa dhe Enver Hoxha do mbeste mësues gjimnazi. Këtë nuk di ta them. Ka arsye të forta historike pse ajo lëvizje nisur nga Fanoli dhe shokët e tij dështoi. Por nuk është thjesht për shkaqe subjektive, që nuk u morën vesh 3 vet pe 4 vet, mbase ka qenë e parakoshme, nuk di them shumë, se kam shumë kollaj të zgjedh mes figurave. Kur e pyeti Adriano Celentano Roberto Benignin se çfarë të mirë ka bërë Berlusconi, e kishte thuar në një nga ato spektaklet e veta, Benigni tha sigurisht edhe Berlusconi si çdo njeri e ka bërë një punë të mirë, tha, edhe unë do ta them. Po prit mendohem pak. Edhe u sol vërdall studios 10 minuta pa folur, duke kërkuar se çfarë të mirë ka bërë Berlusconi dhe në fund nuk gjeti gjë. Dhe unë e përdor shpeshherë si përgjigje këtë kur më pyesin a ka bërë ndonjë gjë të mirë Edi Rama. Sigurisht kushdo që është në pushtet shtron në një rrugë, po çështja nuk është a ushtruar rruga aty ku ishte grop, po sa u vodh në atë rrugë që ushtruar. E qofse këto janë standardet e gjykimit qeverisjes, unë nuk gjej asgjë të mirë që ka bërë Edi Rama gjatë ushtrimit të pushtetit të tij. Në që do duhet ta krahasoja me Fatosnanon, unë mendoj që Edi Rama vetëm sa ka thelluar disa të këqija që ka nisur në fakt që në kohën e Fatosnanos. Korrupsionin nuk e solli në qeverisjen e Partisë Socialiste Edi Rama. Korrupsionin e përshkallëzoi Edi Rama. Se ne nga i herë me kalimin e kohës harrojmë, bëhemi çik të imunizuar ndaj problemeve të shkuarës, por e mbaj mend kam qenë student, madje edhe një çik më herët se student kur Fatosnano e qeverisë Shqipërinë, gjimnazist, edhe mbaj mend se sa fort akuzohej nga opinioni publik për korrupsion. Them kjo, besoj që korrupsioni sot është i thelluar krahasuar me atë kohë. Edhe mbi pamjet politikave ekonomike, kjo qasja për të privatizuar gjithë çka mbetur, është përsëri një politikë që ka nisur qaso kohe në Partinë Socialiste. Mirë po, Rama ka përkeqësuar dukshëm diçka në raport me Fatosnano. E ka kthyer partinë në një bunker koreano-verior. Partia Socialiste, sot kam përshtymin edhe formalisht nuk mban më zgjedhje për kryetarin. Jo. I ka anulluar, thotë që sa kohë mund të jem kryeministër, s'ka nevojë të rizgjidhem, qoftë formalisht si kryetar partie. Kam përshtymin edhe Kim Jong-uni në Korenë e Veriut formalisht i mban zgjedhjet për të pasur një minimum legitimiteti formal demokratik. Pra po ta vësh re nga pikpamja e autoritarizmit, e kontrollit të plot ndaj partisë vetë në fillim dhe pastaj ndaj shtetit në përgjithësi, kemi një degradim politik të Partisë Socialiste me në krye Edi Ramën në raport me kohën e Fatosnanos. A për merit nanos, a për kontekstin politik, a për faktin që ai nuk e kontrollon dotërsisht partinë, për shkak se kishte figura tjera që nuk ja kishin borxh nanos personalisht vendin e tyre në parti, partia ishte goxha më plurale, po edhe jeta politike shqiptare ishte besojnë me më shumë mundësi, ta quaj më liberale, se demokratike mbas është fjalë e madhe, po kishte më shumë liri nga kjo pikpamje.
sepse Edi Rama sidomos është i shquar për të gjetur njerëz oportunist që janë gati të, si thua, qesin e tjetërsojnë çdo lloj parimi për të bërë çik karrierë ose çik para nëpërmjet pushtetit. Unë nuk çuditem nga mënyra si ka degraduar nga pamja e brendshme, demokracisë brendshme, Partia Socialiste. Sigurisht që Rama sa kohë synon dhe ka pushtet absolut, bezdiset nga kushdo që ka një pozicion politik që nuk ja ka 100% borxh Ramës. Kështu që patjetër që me kalimin e kohës, po ta vësh re çdo personalitet politik në Partinë Socialiste që ka pas një minimum peshe, apo një minimum serioziteti, apo një minimum autonomie, ose e kanë larguar, ose është larguar vetë. Mua më bëri shumë përshtypje para 1-2 ditësh, ndoqa një podcast, intervistë e Edi Ramës me kandidaten për kryetare të Bashkisë Tiranës, Ogerta Manastirliu. Edhe nga mënyra si ishte ndërtuar komunikimi, ti e kuptoje shumë kollaj psikën e Ramës. Do të thënë, mua më duke sikur zonja Manastirliu kishte frikë, gati frikë personale, mos thoshte në gjë gabim, ose ky mos i ulërinte aty përpara kamerave. Do të thënë, arroganca, mos përfillja. Unë kam përshtypjen që ndërkohë që fliste zonja Manastirliu, Edi Rama shihte celularin. Megjithëse sigurisht kamera nuk e tregonte, po e pash në ca raste që ajo mbaronte fjalën dhe ky zgjesi gafil, sikur sa ishte zgjuar nga gjumi. Ajo ishte, domethënë, si e tulatur, i drejtoi sikur po i drejtoi papës së Romës, se jo një farë kuptimi kryetarit të partisë. Se kryetari i partisë sigurisht që ka më shumë peshë se sa një funksionar tjetër i partisë, po unë mendoj që duhet të si i pari mes të barabartëve, duhet të keni një komunikim, le të themi, më tepër horizontal se sa vertikal. Po mënyra e komunikimit, pavarësisht se ishte shumë e kuruar edhe gjithçka tjetër, të lindë të kuptoje se ata që sot marrin detyra në Partinë Socialiste janë jo vetëm pa personalitet politik, pa autonomi politike, po janë edhe kështu, besoj, individualisht të friksuar nga Edi Rama. Dhe kjo është vërtet shenjë një sëmundje të rëndë politike që zorë se i gjenë, mua më duket sikur në këtë pikë që ka arrit PS-ja nuk e gjenë në parti tjera. Domethënë, sigurisht Sali Berisha është autokrat i madh, përjashton nga partia dikur të rrihte, të jethte nga shkallët në partinë e vet, po ndoshta nga që ka shumë kohë në opozit, nuk arrin të rrezatojë atë, ndjej një frikë sot brenda partisë vet nga ç'ndodh me Ramën brenda Partisë Socialiste. Deputetët sot janë aq shumë të depersonalizuar politikisht, pa kurfar autonomie, iniciative, saqë edhe po të mendojnë një lloj si ti nuk guxojnë të bashkohen një iniciativë ligjvënëse. Për shembull, ne do propozojmë minimumin jetik. Edhe sikur ndonjëri bi fjala nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste, me që është parti në pushtet, do mendonte që s'është keq të votojë për minimumin jetik, as do guxonte të dilte nga rreshti. Tjetra mos harro diçka. Një nga efektet e një qeverisje autoritariste edhe brenda partisë është i kompromentosh bashkëpunëtorët e tu. Duke i kompromentuar, u pamundson të dalin nga rreshti. Kështu që unë nuk shoh sot asnjë figurë politike ndash PS, ndash PD që ti mund të mendosh se në të ardhme mund të kesh një minimum bashkëpunimi, sepse tashmë i kanë kompromentuar ata që i kanë drejtuar prej vitesh. Sigurisht, po të flasin pase për njerëz të thjesht, për antarë dhe votues të thjesht të këtyre partive, ne u bëjmë thirrje madje që të afrohen me ne dhe të bëhen pjesë e projektit ton politik, sepse mos harro diçka. Ne problemin e kemi me elita drejtuese të këtyre partive, jo me elektoratin e tyre. Elektorati PS-s dhe PD-s është mbi 80% zgjedhjet e fundit, mbi 80% dhe elektorati shqiptar. Edhe do ishte jo vetëm e pandershur, por edhe çmenduri politike që ti të kesh probleme me ata që votojnë. Përkundrazi, detyra jonë është të sqarojmë sa më shumë. Edhe mbi t'u japim çik besime dhe shpresë se në rast se mbështesin lëvizjen bashkë në këtë rast, aspiratat e tyre më të mira do gjejnë përfaqësues të dur. Shanset kanë qenë gjithmonë zero që lëvizja bashkë të bashkohet, bëj aleancë me Partinë Demokratike Sali Berisha ose me Partinë Socialiste dhe Edi Rama, apo me gjitha këto partitë e vjetra që na kanë qeverisur duke na vjedhur, poshtruar dhe shërbyer oligarkisë ekonomike për dekada. Kështu që ne as na shkon ndërmend ta bëjmë një lëvizje të tillë. Unë mendoj që lufta politike që duhet bërë sot në Shqipëri është një luftë që e disafisht, sigurisht lufta ndaj qeverisë, është lufta ndaj establishmentit vjetër politik, është lufta ndaj oligarkisë ekonomike. Dhe ajo parti që e bën më së miri këtë luftë është Lëvizja Bashkë
Dhe unë e shoh transformimin e Shqipërisë të lidhur ngushtë me fuqizimin e lëvizjes bashkë. Për këtë arsye, ne konkurrojmë në zgjedhjet e parakohshme për Bashkinë e Tiranës dhe konkurrojmë me maksimumin e seriozitetit, sa ku unë si kryetari lëvizjes bashkë jam kandidat drejt për drejt për kryetar bashkie. Pra, këtë nivel serioziteti dhe përkushtimi ndaj qytetarëve sot në Shqipëri nuk e bën dot asnjë parti tjetër. Pra që ti thot kryetarit saj ti duhet hysh në garë. Përdjekur politik ose ish të përdjekur politik ose antar të familjeve të përdjekurve politik janë jo vetëm pjesë e lëvizjes bashkë, po janë dhe pjesë e familjes time. Xhaxhai i mamas time, i quajtur Avduraman Hila, është dënuar me 12 vite burg, ka bërë 12 vite burg për arsye politike. Akuzën e kanë pasur tentativë të rrëzimit të pushtetit me dhunë. Edhe ka bërë 12 vite burg, ka qenë njeri mirë shkolluar, ka bërë një shkollë ushtarake në Itali. Megjithëse vllajin e vet, gjyshin tim e ka pas partizan, siç janë familjet shqiptare. Ai ka qenë i dënuar politik dhe pastaj ka quar një jetë shumë të vështirë përpara, me 1001 probleme. Edhe familja time mëje e ka ndjerë këtë lloj presioni që vinte edhe tek ta pastaj, duke pasur xhaxhain të burgosur politik. Stërgjyshim po ashtu nga maja ime, domethënë babai i gjyshës time ka qenë i dënuar politikisht mbas luftës. Kanë banuar aso kohë në fshatin Kreshov të Kolonjës. Kështu që unë i njoh për historive familjare, vuajtjet, përjetimet, edhe mënyrën se si mendojnë të burgosit politik, po edhe familjarët e tyre. Edhe gjithmonë kanë pasur respektin maksimal për vuajtjen e tyre. Ndoshta është edhe historia ime familjare, duke pasur në familje e gjërë, po themi, edhe partizan, ish partizan, edhe antar të partisë punës, edhe të burgosur dhe të persekutuar politik, kjo më ka dhënë, besoj unë, këtë ekuilibrin e dur për të vlerësuar kontributin dhe vuajtjen e gjithë secilit. Dhe unë në jetën publike, po edhe private, në bindje kam qenë gjithmonë i majtë, kuptimin e të majtës demokratike, mirë po edhe publikisht shpeshherë kam folur me vlerësim të madh dhe me kuptim të thellë për vuajtjen dhe për nevojën e kësaj shtrese, e para për respekt edhe dinjitet, se nuk është çështje vetëm e këtyre kompensimeve financiare, sepse ato në banalitet, nga një qeverin tjetrën hiq diçka, e shtot diçka, por nuk është ai problemi. Problemi është që ne të respektojmë vuajtjen, të respektojmë kontributet dhe mbi të gjitha të kuptojmë se duke e respektuar të shkuarën, kontradiktat e të shkuarës t'i hedhin pas krave. Mua nuk më pëlqen fakti që ende një pjesë e mirë e shoqërisë kur mundohet të zgjedh politikisht, zgjedh sikur të jemi ende në 1943 apo 44. Këtë gjë duhet ta tejkalojmë. Pra jo të tejkalojmë historinë, kujtesën, respektin e gjithçka tjetër. Tani, sigurisht që këto do duhet ta bënin ata që kanë qenë përfshirë në strukturat represive të atij shteti, të diktaturës, ose përfaqësuesit politik të paktën të shtetit shqiptar, pavarësisht se mund mos kenë ndoshta lidhje të drejt për drejt, sepse fundja shteti ka një lloj vazhdimësie. Do thënë, pavarësisht se unë kam lindur në vitin 1981, edhe kam qenë fëmijë kur ka ndryshuar sistemi, kur e projektoj veten një ditë si ndoshta përfaqësues kryesor i shtetit shqiptar, duhet të kem mbi vete edhe përgjegjësinë e atyre që ka qenë para meje, që mund të jenë komplet e kundërta ime. Pra, shteti ka edhe vijimsinë e vet ideologjike. Në fakt ka ndodhur pak me sa di unë, ose mund të ketë ndodhur vetëm në ndonjë rast ku njerëz të përfshirë në regjimin e kaluar, ndoshta edhe me idealizmin e fillimeve të tyre, kanë qenë edhe vetë të goditur pastaj. Se më kujtohet, nuk e di, Bedris Pahiu ka bërë një shkrim fillim viteve 90.
Raman Parlaku, po zakonisht Iri Belishova. këta janë njerëz që janë dënuar pastaj, domethënë e kanë këtë specifik. Florian Binaj nuk e di, domethënë ka sigurisht e njoh si humorist, patjetër, është artist i mirë e zotësisë. E kam ndeshur shumë pak herë edhe në ndonjë protestë kështu të shoqërisë civile, po jo shpesh, ose të paktën kur ka qenë ai s'kam qenë unë, kur kam qenë unë nuk ka qenë ai, nuk di të them në gjë më shumë për profilin e tij publik përtej, po themi, punës si artist. Fakti që e mbështet Sali Berisha ja heq tërësisht statusin e kandidatit pavarur, domethënë kjo gjë duhet thënë tani, pavarësisht se formalisht mund ta regjistrojnë si kandidat pavarur, por praktikisht Florian Binaj është kandidati i Sali Berishës, mbas edhe i partive tjera, se nuk e di sa parti tjera do i shkojnë pastaj për ta mbështetur, edhe besoj do të mbar mbi shpinën e vet edhe përgjegjësitë që lidhen me Sali Berishën, se është e pamundur që ti marrësh Sali Berishës thonjza të mira, do të thotë infrastrukturën politike, financimin e fushatës, njerëzit që shpërndajnë fletushka, propagandën mediatike, dhe të mos i marrësh barrën e qeverisjes së tij. Gjithsesi unë do pres çfarë programi do të kenë, çfarë idesh do të kenë për të shprehur rivalët e mi, për të shprehur më konkretisht pastaj se është e rëndësishme edhe çfarë thonin, çfarë duan të bëjnë për qytetin, si argumentojnë pozicionet e tyre. Kur vjen puna tek Partia Mundësia, këtu situata ka qenë gjithmonë e qartë, sepse ka qenë një vetmi rast ku refuzimi ka qenë reciprok edhe i hapt që në fillim. Nuk ka pas kështu lojë hipokrizie siç ka ndodhur me parti tjera të reja, jo po shtridorën, po pastaj si thua, them edhe bëj 1.1 zeza. Aty ndarja jo vetëm për arsye ideologjike, por edhe për faktin që përfaqësuesi kryesor i asaj partie vjen nga radhët e PD-s, ka qenë që në fillim e plot. Kështu që nuk e shoh fare si çështje këtë gjë. Ne do bëjmë fushatën tonë. Unë shpresoj shumë që qytetarët e Tiranës do ndrojnë dorë. Edhe besoj që do të ketë një ndryshim serioz në këto zgjedhje. Nuk di ta them nëse ky ndryshim do jetë aq i madh sa, ku di unë për shembull zgjedhesha kryetar bashkie. Mirë po, kur hyn politik, hyn duke marrë përparasysh çdo lloj rezultati. Pa edhe rezultatin më të keq të mundshëm, edhe rezultatin më të mirë të mundshëm. Për shembull, ne jemi duke përgatitur, duke hartuar programin për Tiranën, duke riorganizuar kapacitetet tona, në mënyrë tillë që nëse qytetarët e Tiranës mua më votojnë në shumicë, unë mos dalë të them gabuat, motra dhe vëllezër se ne nuk kemi të përgatitur. Jo, ne kemi idetë, kemi njerëzit, kemi kapacitetet, që në rast se ndodh diçka që nuk është ndoshta alternativa e probabilitetit më të lartë për të ndodhur, ne prapë jemi gati. Në matematik 2 + 2 bën 4 gjithmonë. S'ka ku shkon. Mirë po politikisht njerëzit janë ndryshueshëm. Pikpamjet e tyre, bindjet e tyre janë ndryshueshme. Dhe nuk duhen me dojmos shumë vite, sepse ndoshta ky është një proces që në ndërgjegjit e njerëzve ka filluar ose ka nisur prej kohësh, e mbase tani ka ardhur atë pikën ku duhet vetëm pak që shumë vetë të ndryshojnë qendrimin politik. Ky është pak në interpretimi që unë i bëj situatës, edhe kjo më inkurajon akoma më shumë për të kërkuar votat e qytetarëve të Tiranës. Sigurisht nuk bëjmë dot sondazhe, s'kemi fuqi financiare të bëjmë sondazhe. Mirë po, janë dy tregues. E para, numri shumë i madh i njerëzve që na shprehin simpatinë, dhe kjo ka ndodhur edhe para 11 majit. Ndonse nuk është përkthyer në votë masive në 11 maj. Mirë po, simpatia është bazamenti i mbështetjes nesërme. Pas simpatia sotme është vota e nesërme. Dakor? Dhe simpatia është shumë e madhe për lëvizjen bashkë. E dyta, mesazhet e panumërta që kam marrë gjatë muajve të verës, po edhe këto muaj, të njerëzve që më thonë diçka. Më vjen shumë keq që nuk të kanë votuar në 11 maj. Por nuk e përsëris më gabimin, do i votoj kësa herë tutje. Shumë njerëz. Dhe unë prandaj lidh këto dy fenomene. Simpatia e madhe, që nuk përkthye në pjesë më të madhe të saj në votë në 11 maj, dhe pastaj mesazhet shumëta të njerëzve që thonë unë do ndroj.
Ka pas mesazhe qytetarësh, sidomos pas këtij sherrit mes këtyre dy partive tjera të reja që lanë në sy të opinionit publik, kam pas shumë mesazhe qytetarësh që më thoshin të kërkojnë ndjes që nuk të kanë votuar. E thonë pse do kërkosh ndjes votash jot, ja kuptimin, nuk është se ma ke borxh mua. Por imagjino, kur një qytetar ndjet borxhli ndaj teje, pse nuk ka votuar. Dhe kjo është gjë e rrallë, kjo është gjë që tregon që ka një ndryshim të madh në ndërgjegjen e njerëzve. Sigurisht dojnë çik më shumë kuraj, dojnë çik më shumë guxim, besim, po unë besoj që jemi shumë afër kësaj pikës ku kjo gota e pakënaqësisë nis të derdhen. Ne kemi një avantazh. Kemi hartuar një program shumë të mirë të vitit 2023 me propozime të mira dhe të guximshme. Meqense problemet e Tiranës vetëm sa janë përkeqësuar në këto 2 vite e ca, ne shumë nga elementet të programit ton aktual kemi si vazhdimsi atyre që propozonim në 2023. Do po i marr 3-4 çështje që janë më të rëndësishme. E para, kaosi urbanistik. Dhe kaosi urbanistik lidhet me gjithçka. Pra fakti që në Tiranë ndërtohet pa kriter, fakti që në Tiranë planet urbanistike ndryshojnë sipas oreksit oligarkëve dhe të pushtetarëve të korruptuar, sjell pasoja nga më të tmerrshmet, nga trafiku, tek mungesa e kanalizimeve për ujin e pishëm, tek humbja e hapësirës publike, parqeve, këndeve të lojrave, ku do luajnë fëmijët, te ndotja, te gjithçka tjetër. Pra kaosi urbanistik sjell probleme të shumanshme. Nëse shkojmë një nivel më tutje, Tirana sot është gjithnjë e më pak e jetueshme në kuptimin e përballueshmërisë. Po të shoh sa janë rritur. Vura re një statistikë që në Tiranë çmimet e apartamenteve midis vitit 2023-2024 ishin rritur mbi 50%. Çmimi mesatar për blerje një apartament mbi 50% në një vit, ku janë rritur pagat e të ardhurat e njerëzve që banojnë dhe punojnë në Tiranë. Po kjo është e tmerrshme. Dhe kur rritet çmimi i shitjes ose i blerjes apartamentit, automatikisht rritet dhe qiraja. Se bëhet më e shtrenjtë dhe qiraja, ma kemi rritje 20-30% të qirave të shtëpisë. Ka vajt qiraja mesatare në Tiranë sot 500.000 lekë, 600.000 lekë vjetra, me paga që janë as janë në këtë nivel. Më kupton? Pra përballueshmëria e strehimit është çështje jetike dhe ne kemi program vërtet shumë serioz. Madje mund ta quajmë edhe radikal, se problemi është radikal. Kuptimin e, për shembull, luftimit të parave të pista, që rrisë mënyrë artificiale çmimet e banimit në Tiranë, mendimin e një modeli taksimi ku një pjesë e madhe atyre që janë apartamente bosh, banesa bosh në Tiranë. Kemi mbi 52.000 banesa bosh në Bashkinë e Tiranës. Që janë prej vitesh bosh. Pra jo thjesht një muaj se iku pronari në një vend. Që është gati çereku i stokut banesave në Bashkinë e Tiranës, që janë bosh prej vitesh. Dhe nuk kemi një model taksimi që do të inkurajonte futjen e tyre në treg, ose shitjen ose dhënien e tyre me qira. Për nëse ne shtojmë stokun e banesave bosh, ndërkohë që popullsia rritet, nevojat rriten, patjetër që çmimi bëhet çdo herë e më i përballueshëm. Kështu ne po mendojmë dhe një model taksimi të tillë që t'i nxis njerëzit, t'i fusin banesat që kanë në pronësi në treg, t'i fusin treg, t'i japin me qerat, me Airbnb ndoshta, megjithëse kjo çështja e Airbnb-ve është një problem më vete, se duhet të ketë një ekuilibër midis qirave afatshkurta dhe qirave afatgjata. Se le mund të themi vin turist në Tiranë, por qofse për shkak turizmit ngushtohet shumë stoku i banesave që jepin me qira afatgjata, vuajtja e qytetarëve të Tiranës, kostoja mbi qytetarët e Tiranës bëhet shumë më e lartë se sa përfitimet që mund sjell turizmi. Vendet e tjera i mendojnë këto gjëra, përpiqen të vendosin ekuilibra. Ktu është xhungël. E njëjta gjë me transportin, me ujin e pishëm, siç thash, me ndotjen, me shkollat, qerdhet, kopshtet. Statistikisht, po e lexoja dje në mos gaboj, kemi ndoshta 40% të fëmijëve që duan të regjistrohen qerdhet në kopshte publike dhe nuk ka vende. Pra kapacitetet e kopshteve dhe qerdheve publike mund të plotësoj vetëm 53-4% të kërkesave. Po kjo është ulëritse, sepse jo nuk kupton, e para kosto të larta për familjet që do të çojnë, janë detyruar të çojnë fëmijët kopshte e qerdhe private. Pra nuk është privati nuk është një opsion për më mirë në Shqipëri.
Privati në shumë raste është i vetmi opsion. Dhe kjo tregon që shteti ka dështuar. Ndërkohë që në botën e përparuar, privati është opsioni ku shtetit ka dhënë një shërbim të mirë, privati ekziston për të dhënë një shërbim shumë të mirë ose më të mirë. Kjo nuk është fare zgjedhja në Tiranë. Kështu që qyteti ka shumë probleme që lidhen me mendësinë e qeverisjes, me keq strukturimin edhe e zhvillimit ekonomik. Prandaj kemi nevojë për ndërhyrje energjike, serioze, guximshme. Është betejë e madhe, është betejë e vështirë, po është betejë e fitueshme. Madje është luftë e fitueshme. Në historinë e njerëzimit, një ditë para se të nisë një ndryshim i madh, situata është fiksu siç e përshkruan ti. Ata që kanë pushtetin politik, kanë dhe pushtetin ekonomik, shpeshherë kanë dhe pushtetin ideologjik për ata që bindin njerëzit. Mirë po, në histori, bile sa më afër të vijnë ditëve tona, aq më të shpejta janë bërë ndryshime. Që thotë se ata që kanë pushtetin, vërtet i kanë gjitha mekanizmat në dorë, por nuk kanë përkrajën autentike, organike të njerëzve. Njerëzit ndihen të shfrytzuar, të vjedhur, të poshtruar, sigurisht kokulur një pjesë të kohës, sepse kanë frikë apo kanë merak. Po vjen një moment që e marrin kurajën, dhe që ta marrin kurajën duhet që të tjerë marrin iniciativën. Edhe kjo që ne bëjmë lëvizjen bashkë. Fjalët e guximshme, denoncimet e guximshme, në përmbajtje, jo në gjuhë rrugë, por në përmbajtje të guximshme. Unë nuk shaj njëri nga familja sa do keq të mendoj për të politikisht. E s'do bëja kurrë, edhe sikur ta dija që është fati politik imi apo i lëvizjes bashkë do të vare nga rrugaqëria, s'do ta bëj asnjëherë. U jep kuraj njerëzve. I bën njerëzit të shpresojnë më shumë. Në programin që ne po hartojmë, po e konceptojmë në disa nivele. E para, si një program jo një vjeçare gjysmë, po si një program 5 vjeçare gjysmë. Ne po i themi qytetarëve të Tiranës, nëse ti voton për mua në zgjedhjet e ardhshme, unë kam një projekt transformimi i Tiranës që shkon përtej mandatit një vit e gjysmë, që do konfirmohet në 2027 dhe do çoj përpara punë të paktën të një periudhë 5 vite e gjysmë, sepse ka nevoja Tirana që nuk zgjidhen me një vit e gjysmë. E dyta, nuk do jetë edhe një program lokal, po do jetë edhe një program politik. Sepse disa gjëra, në mos të gjitha, po një pjesë e gjërave që i duhen qytetit të Tiranës, bashkisë Tiranës, madje edhe fshatrave të Tiranës, nuk lidhen vetëm me pushtetin lokal, por edhe me kompetencat e pushtetit qendror. Kështu që do thoni ju, qytetarët në 9 nëntor do votojnë vetëm për zgjedhjet lokale dhe jo për zgjedhjet e përgjithshme, e vërtetë është kjo. Përfitojmë një moment sikur të ndodh që shumica e qytetarëve të Tiranës të më votojnë mua për kryetar bashkie. Kjo do të kishte pasoja të menjëhershme dhe shumë të mëdha mbi sistemin politik në Shqipëri. Pra, Edi Rama nuk mund të thuash do të çojë mandatin rehat 4 vjeçar, sikur s'ka ndodhur asgjë. Prandaj në programin ton ka edhe propozime që janë të natyrës që kërkojnë, po themi, që ti të kesh qeverisjen e vendit. Mirë, po ky është një proces. Dhe ne duhet që edhe idetë tona t'i bëjmë pjesë të këtij procesi, dhe jo thjesht çfarë do bëj unë javën e parë apo javën e dytë si kryetar bashkie me ato kompetencat e ngushta që kryetari i bashkisë ka pa përkrajën e Këshillit Bashkiak. Kjo është qasja jonë, do besoj që njerëzit do na kuptojnë. Raporti lëvizjes bashkë me votuesit e partive të vjetra, po fus edhe PS-n edhe PD-n bashkë, është një raport kompleks. Edhe leximi që bët ju, për mendimin që leximi pjesëshëm, është e vërtet, po, që ka njerëz që kanë votuar deri dje Partinë Socialiste dhe tërhiqen nga fakti që Lëvizja Bashkë është një parti e një tmajte moderne, e një tmajte të ndershme, e një tmajte përparimtare, që është e kundërta e asaj në cilën është degraduar Partia Socialiste. Mos harro diçka, që mesazhi ynë pastaj nga ana tjetër nuk është vetëm simbolik, por është edhe përmbajtësor, që thotë ne flasim për drejtat në punë, ne flasim për minimumin jetik, dhe jo vetëm flasim, po edhe veprojmë. Dhe këto ide përqafohen mbi fjala kollaj nga një punëtor nga Kamza, i cili më herët
ka votuar Partinë Demokratike. Ai mund të jetë simbolikisht ose në kuptimin e historisë familjare i djathtë, por jo në kuptimin e programit ekonomik apo të asaj që i intereson në mënyrë imediate. Dhe kjo është arsyeja sepse edhe në për sondazhet janë bërë, janë pyetur njerëzit për preferencën ndaj lëvizjes bashkë, ose për mua personalisht, ka pas një ndarje pothuajse të barabartë midis atyre që thoshin po, më pëlqen Arlind Qori, por herën e kaluar kanë votuar PS-n apo herën e kaluar kanë votuar PD-n. Kur bëhen sondazhe mbi pëlqyeshmërinë e kandidatëve, sepse fatkeqësisht në Shqipëri deri më sot nuk është bërë asnjëherë një exit poll i mirëfillt, ku qytetari pasi ka votuar për një parti, pyetet dhe thot për cilën parti ka votuar zgjedhjet e kaluara ose para 2 zgjedhjeve. Këtë informacion nuk e ka, me sa di unë, jetën publike askush në Shqipëri. Maksimumi janë bërë sondazhe të pëlqyeshmërisë, të figurave politike, dhe aty, kur thua ti më pëlqen, ose ka mendim pozitiv për Arlind Qorin, ata të pyesin, po për ke votuar zgjedhjet e kaluara. Kështu që nga kjo i pamë unë shoh që edhe e shoh e ndjen përditshmëri që e kemi për krajën nga njerëz që janë të origjinave të ndryshme edhe politike, për mes pensionistëve kemi vënë re. Një ish minator ka më shumë gjas që të vi nga një origjinë familjare ku është votuar më shumë PD-ja, ndryshe nga një ish mësues apo një ish ushtarak. Ama të dy ishin pjesë e protestave të pensionistëve, edhe janë pjesë e lëvizjes bashkë. Kështu që nuk e shoh këtë ndarje të dukshme midis një elektorati më shumë që anon nga PS-ja apo që anon më shumë nga PD-ja. Mesazhi ynë shkon tek dyja palët dhe përqafohet nga dyja palët.